Tani do ta ftojmë Adelën tonë. Le të vi Adela, se Adela ka sjellë shumë të mira në shoqërinë shqiptare. Shumë të mirë mbrëma e dashur, gëzuar Halloween. Festën tonë kombëtare. Po unë prisja të shija të frikshëm sot. Po ne ashtu jemi të frikshëm. Por ne ashtu të frikshëm gjithë ditët e tjera të vitit se sa sot. Sot është si një... është bërë si shtrig. I ka bërë flokët si shtrig, shikoj si i ka bërë flokët. Sot i ka zbrit një 30 vite nga jeta. Po. Rofshi. Duhem. Po ç'do pini ndonjë gjë? Do pini pak ujë lejtiza ose pijet ekselente nga uji pijet ta dushien. Ti i ka rënë me limona se shife. Po. E disa me fat janë të ftuarit që vinë këtu? Uj, po. Kafe, po. Eliksir, po. Thoni, ikim që ikim, harxojmë kohën kot në lokal të paktën, themi edhe ndonjë gjë të mençur. Vetëm një shigicit mungon. Roze? Jo, ata se nuk e pranojmë, se ne zakonisht e mbyllim darkën deri në orën 7. Lutem, Po tani është ora 9. Po ç'lajme kemi më Adel? Ore, vazhdon akoma muhabeti enve, ande nga Instagrami ynë. Ka plasur, Ka plasur. Burrat po plasin. Burrat po plasin, po dhe gratë po plasin. Dhe mua realisht më ka bërë shumë përshtypje se si... Po ku mos plasin burrat, moj shiko qa kamera, qarë këshu roku si të bëri regjizori ju në Keli. Si quhet ai Keli, rakus nga poshtë? Do thoja, si ka mundësi Ornela që dhe gratë vetë e quajnë si ullje burrërie për burrat, qofse ti trisht të çlodhesh dhe burrit ngrehet bëj punë të shtëpisë. Nuk e kuptoj, si ka mundësi ky mentalitet? Do keni problem këto gratë, se unë se kam këtë problem për shembull, as ti se ke. Isha shumë e sigurt që ti se kishe. Po, unë se kam fare këtë problem, po fare. Tani lajmet sot i kemi shumë bukura. Unë si gjithmonë e kam vendosi do ju bje burrave këtë sezon, kështu që unë do vazhdoj të bje burrave. Sa lajmet vërteta kemi tani? Sot kemi vetëm një lajm të vërtet. Por do jeni pak të vështira për të gjetur se realisht janë shumë të besueshme. Nisi me njëherë me lajmin e parë. Sipas një studimi, sot të rinjt po dalin në takime më shumë për të ngrënë një darkë falas se sa për dashuri. Djemtë? Edhe djemtë edhe vajzat. Wow. Pra, arsyeja kryesore, sepse të rinjt po dalin në takime, është thjesht që ti të përfitosh, do të nxjerrë për një darkë ose për një drek. Quhet ky takimi ndryshe date? Date. Do me thënë, në vend që të dalin për gjetë shpirtin binjak, po hanë 2 pjata ose 3 pjata falas. Bravo. Mbushin barkun. Pas kemi rënë. Nuk e besoj këtë. Nuk e beson? Jo, nuk e besoj. Ti mendon që dalin për dashuri? Unë mendoj se ka njerëz akoma që shpresojnë tek dashuria ose tek gjetja e dashurisë. Dashuria sot, Ornela, nuk është e verbër, dashuria është e uritur. Të ka marrë uria më duke. Jo, mua jo, unë kam baru punë. Okej, me dashurin apo me urinë? Me urinë më i pëthash. Okej, në regull, stashi. Ti Orion e beson? Unë do ta kisha besuar këtë, po ndoshta në Shqipëri nuk zbatohet kjo, se këtu lek i madh shumë. Po jo, dëgjon, kur shkohet në një date? Po. Çfarë ndodh? Kush paguan? Ja, Adela, po. Kush paguan? Paguan djali apo paguan vajza ose apo i ndajnë të dy? Në Shqipëri paguan djali, me thënë të drejtën. Shqiptarët kanë qa kanë, edhe këtu burrat shqiptarë... I bie që gocat i bikan qylit atërë. Gocat i bien qylit në Shqipëri. Me thënë të drejtën, çunat shqiptarë nuk të lënë të fusësh dorën në portofol. Ata sa lënë as neve burrave, mirë gocat. Edhe ne kur shkojmë në një shok, sherrimi i madh bëhet kush fut dorën i parë. Por në përbot, Ornela, me sa kam jetuar nuk ndodh kështu. Do me thënë ti mund t'jesh në takimet e para, për, si me thënë, thjesht për të qenë gentleman. Holandezët e kanë kështu përgjys, më duket. Pastaj përgjys. Prandaj suhetën atyre, po. Tani, vazhdojmë tek lajmi tjetër. Të pyes pak, çfarë moshe jeni martuar ju të dy? Në moshën më të bukur. 27. Aq dhe unë. Aq dhe ti më? Po. Se më duket sikur ke qenë djepti. Po ne po bëhemi gjyshër. Prandaj duket sikur ke qenë djepti. Edhe i çike dhe do bëhemi gjyshër inshallah. Kështu që ka... Mos kur u bëre Eros Ramazoti gjysh tani. Po, edhe Erosi. Do i shkonte, edhe stërgjysh. Ky s'do ndryshoj fare. Si vera, sa do vi do bëhet më simpatik. Tani, 27 në moshën tënde i bie dhe unë do isha e martuar me Unaz dhe gisht. Kaq ke koti. Kam ko. Dhe studimi i radhës thotë që pas ka një moshë ideale se kur duhet të martohen të rinjt. Pra, 32 vjeç për vajzat dhe 35 vjeç për burrat, me justifikimin që truri piqet vetëm pas të 30-ave.
Për burrat apo për... Për të dy. Për të dy. Për të dy. Do me thënë, kur të pyesin prindrit, do thonë, kur do martohesh, ti thua, s'më shpjekur truri akoma. Ose si është shkasësh. Kur do Kur do shkasësh. Së shpjekur truri. Ose si është shpjekur ati tjetri truri. Po. Mua më duke si Ke kur shkari, tha? Jo, s'kam shkar akoma. Jam djegur, më është djeg truri, i thonë kësaj pune. Do më thënë, bas të 30-ave. Pas të 30-ave. Po lajmi i tretë, unë se besoj këtë. Nuk e besoni Jo. të dy. Truri Unë mund këtë të ta besoj. japi edhe që kur je në moshë të vogël. Jo, unë këtë e besoj. Okej. Kur bëhen budalliqet bëhen në një mos saktuar. Po, tu ke drejt. Pastaj Kur shtrohet. jap të drejt. Kështu që unë e besoj këtë lajm. Mbas 30-ave njeriu duhet marri hapa të guximshëm dhe të mos i kthehet mbas. Po, e vërtet. Vazhdojmë që ndrojmë tek truri, sepse studimi radhës thot se njerëzit që zgjohen shpesh natën, që të del gjumi shpesh natën, tregojnë që truri yt refuzon të pushoj. Pra ti je më i zgjuar nga natyra, je më inteligjent. Dhe ky është lajmi i tretë. Unë e besoj këtë. Është për mua ky, lajm për mua, se unë zgjohem natën, e kupton, Për shkuar punon toalet, truri. besoj. Genialiteti punon edhe natën. Çfarë bën natën kur zgjohesh ti? Mendoj mendime, për shembull mendoj për shembull gjirin persik. Po. Ose për ndonjë gjë tjetër që kemi këtu, për shembull gjiri Vlorës. Kurse mua më zgjojnë komshinët. Kjo tregon që komshinët e mi janë shumë Se çfarë bën genial. komshit mes natës aman? Po lëvizin mobiljet. Po. Se nuk i pëlqen vendosja. Një lagje zhumshme shumë. Po jo, pse vetëm Adela? Se edhe ke lagja juaj, jo? Po të gjithë. Për zhurmë komshin të? Po të gjithë. Sipas këtij studimi i bie që komshinët i kemi shumë genial, jemi pallat genialësh, domethënë, se orëve të vona zgjohemi. Unë e besoj këtë lajm. E beson ti, pra ti voton për këtë lajm, Votoni tani, unë votoj votoni. për lajmin e dytë. Cili është lajmi i vërtet? Kush është lajmi i Dëng dëng. Dëng dëng. Dëng dëng. Dëng dëng. Po ja keni fut kot të dy. Dikur i gjeni më vlla, ishi më të freskët atëherë. Dalis Ka, po i jemi gjem marrë dot. fut vegjël shumë. Ka ardhur 7 vjeç. 32. Zemër, ka ardhur koha për martesën e dytë, se një studim tjetër, se Mua? unë po i nxjerr. Kështu thoshte që Ashtu, ë? sa më herë të 26 martohesh, tani, sa më herë Po? të martohesh, shanset janë që të ndahesh më shpejt dhe të kesh martesë tjetër. Kështu Po që çego? e po tani pa Që burrë. të dyrë të bësh të njëjtin modellë? Rrihet pa Nuk burrë. mjaftoi herë e parë. Tani lajmi i vërtet është lajmi i parë dhe këtu bëhemi pak serioz sepse sipas një studimi që është bërë kryesisht në Mbretërinë e Bashkuar, 1 në 3 të rinj kanë pohuar se nga që kanë probleme me kuletën, nuk ka vetëm krizë dashurie, po dhe krizë kulete, dalin në darkë thonë po thjesht që do ha një darkë fala sot. Pra do ke mundësin që mos paguaj vetë, po do paguaj partneri ose personi tjetër që ti do dalesh në date. Dhe kjo tregon që jemi në një realitet vërtet shumë të vështirë sa i përket Gen Z, gjeneratës Z. Ka ngel pa lekë të shkretë. Krizë gjithandej. Wow, Ky është lajmi i vërtet. Adela, ne të falenderojmë. Na thuan çika të mantrën e emisionit. Ju lutem gjithë bardazista, mos i besoni çdo gjëje që lexoni. Dhe shikoni, jo, se mashtrojmë, kemi një gjak. Por Adeles gjithmonë ti besoni. Po.